Përshëndetje ndjekësit e mi të YouTube channel. Unë jam Kristiana Capo dhe në këtë kanal të YouTube do të gjeni informacione pafund në lidhje me zhvillimin e biznesit, në lidhje me mënyrën se si ju të krijoni biznes, në lidhje me zhvillimin tuaj personal, në lidhje me profesionin ti të parë si inxhiniere kimiste, për këshilla, video të cilat ju nevojiten studentëve për të mësuar sa më mirë dhe për ta përvetësuar sa më mirë kimin. Gjithashtu do të gjeni dhe shumë receta dhe formula për sa i përket produkteve handmade të cilat unë i bëj me shumë dëshirë dhe me shumë dashuri për ju. Dhe për më tepër, kam mbi 7 vite të cilat produktet handmade zen të gjithë produktet e shtëpisë time të cilat unë i bëj jo vetëm për vete, por edhe për fëmijët e mi. Ky për shembull është një krem të cilin unë e kam bërë për byçën e djalit tim. Pra, për fëmijët të cilët krijojnë skuqje, krijojnë iritime nga bebelinët. Ndërsa ky është një krem i cili është shumë efikas në raste kur keni iritime të duarve nga alergji të ndryshme që mund t'ju vinë nga produkte të ndryshme që ju prekni në përditshmërinë tuaj. Kështu që sot do të flasim për një temë shumë delikate, përpos pjesës së hyrjes, e cila do të jetë përse ti themi jo plastikës. Është shumë e rëndësishme kjo pjesë, plastika ne na rrethon gjithandej, jemi të rrethuar në botën në cilën ne jetojmë me plastik, sepse jemi një botë shumë e madhe, konsumatore, nevojat e së cilës nuk mund t'i përmbushim dot me materiale, do i thoja unë, të një cilësie të lartë dhe shumë të pastër, siç është qelçi apo dhe inoksi. Por që ju mund t'i zvendçoni shumë mirë pra plastikën që gjenden tek bidonat, mund ta zvendçoni me qelç. Ndonjëherë qelçi në gjuhën e përditshme, pra në zhargonin e përditshëm, që lësohet si xham, por unë preferoj që kimikisht dhe shkencërisht të quhet qelç. Atëherë, për të shuar një kuriozitet, e dini nga se përbëhet qelçi? Qelçi, lëndën e vet të parë e ka rërën e plazhit, pra silicën. Përzihet silica me silikatet dhe me nga aluminosilikatet për të prodhuar qelçin. Dhe më pas shtohen dhe produkte të tjera. Por sot jemi për të folur për plastikën, për të mos e humbur sensin e live-it në cilin ne do të jemi sot, dhe që ju do ta shikoni me shumë rëndësi, sidomos nënat e këtij kanali që un kam. Është një informacion shumë i nevojshëm dhe i domosdoshëm për ta patur gjithë secila nga ju. Kështu që po e nis pa humbur kohë. Çfarë është plastika dhe si mundet? Un kam bërë një material të cilin do ta ndaj me ju. Dhe ju mund të shikoni më mirë, pra mundet ta kuptoni më mirë, më në thelb, kur t'ju tregoj edhe shkencërisht se si janë të ndërtuar monomerët e tyre për të bashkuar në ato që quhen polimer dhe për të dhënë plastikat të cilat ne i përdorim në jetën tonë të përditshme. Atëherë, plastika, ose siç quhet ndryshe, është një material sintetik. Që do me thënë material sintetik? Material sintetik është një material i cili është i krijuar nga njeriu dhe është i përbërë nga shumë polimer, të cilët unë po bëj share screen të ekranit që të keni mundësi pra që dhe të shikoni. Më lini vetëm një moment kohë sa të bëj pak share screen. Atëherë, dhe do t'ju tregoj. Atëherë, është një material sintetik, e thash, që është e krijuar nga bashkimi i disa monomerëve në varg për të formuar ato që quhen polimer, të cilët janë molekula të mëdha, pra të ndërtuara nga monomerët. Monomerët kryesor të plastikës janë hidrokarburët që gjenden tek nafta, që gjenden tek gazi natyror dhe tek derivatet e tjera të saj. Atëherë, për ta kuptuar se si mund të formohet si është një monomer. Klikojmë. Atëherë, monomeri tek image është një molekulë vetme. Një molekulë vetme e monomerit, e cila shumë fishon vetveten për të dhënë një strukturë të gjatë, pra për të dhënë në varg një strukturë të gjatë
polimere. Ky quhet, pra, nga formimi në mënyrë të thjeshtësuar, nga bashkimi këtyre monomerëve me njëri tjetrin, shumëfishimi i tyre, i një vargu monomeri, pra në rastin e naftës, derivatet e naftës, siç janë për shembull etileni për të formuar polietilenin, propileni për të formuar polipropilenin, e kështu me radhë, për shembull nëse ju e keni dëgjuar ndonjëherë fjalën free, PA, atëherë do të thot free bisfenol. Bisfenolet, pra fenoli, është një hidrokarbur i naftës. Benzeni, cikli benzenit, i aromatizuar i benzenit, ai me anë të një hidrolize arrin të formoj fenolin. Dhe fenoli, bisfenolet, bashkimi i fenoleve me njëri tjetrin, formon ato që quhen pikërisht free PBA, free bisfenolet. Pse është i rëndësishëm që plastika të ketë free fenole? Është shumë e rëndësishme sepse ato kanë veti të cilat çfarë ndodhin. Sidomos në rastin kur ju, për shembull, në rastin e nënave që ofrojnë ushqimin në pjata plastike, çfarë ndodh? Në momentin që ose vendosin ekstremikisht që un kam parë dhe kam bërë, vendosin pjatat e plastikës në mikroond, i ngrojnë bashkë me ushqimin dhe ja ofrojnë fëmijëve. Gabimi më i madh dhe më fatal që mund të bëni, sepse ju nuk arrini të kuptoni që në momentin që juve e ngroni ushqimin në një temperaturë të caktuar, plastika ka veti që të çlirojë, sepse biodegradohet pra plastika nuk biodegradohet vetëm nga temperatura e mikroondit. Plastika me kalimin e kohës biodegradohet dhe këtë gjë ju mund ta vini re. Si mund ta vini re? Lëreni ujin. Lëreni ujin. Një muaj, qoftë në dritë, ta lini dhe hapeni pastaj tapën dhe do të shikoni se çfarë ere do të vi uji. Jo më në diell. Në diell nuk duron dot më shumë se 2 ditë, se si mundet të mbaj një erë aq të rëndë sa që ju do ta nuhasni. Pse? Ndoshta do të vini re një erë karakteristike, ndoshta personat që jetojnë afër detit, një erë karakteristike e sqyufurit, sepse e sqyufurit, pse thash persona që jetojnë afër detit, është pikërisht një lloj algazhi që lyen anijet për ta mbrojtur pikërisht nga erozioni që i bën uji pikërisht metaleve. Të njëjtën gjë bën edhe plastika. Plastika biodegradohet dhe çlirohen substancat, pra sidomos sulfuret që gjenden në këtë ju a thash, brenda saj, çlirohen dhe bashkohen me çdo përbërës që ka brenda, mund të jetë ujë, mund të jetë qumështi, mund të jetë ushqimi i fëmijës tuaj, dhe kjo ndikon shumë në sistemin endokrin, gjithashtu ndikon shumë dhe në sistemin e zhvillimit neural, pra në zhvillimit nervor. Prandaj juve sot shikoni kaq shumë çrregullime të ndryshme, të cilat janë etiketuar me emërtime të ndryshme, të cilat kanë ekzistuar më përpara, por më përpara bota ishte më e vogël, por më përpara materialet përdoreshin më së shumti qelçi dhe nuk kishte një përdorim kaq i madh i plastikës. Rikthehemi sërish. Pra, monomeri, etileni për të formuar polietilen. Juve nuk ju duhet kjo pjesë. Pra, juve nuk ju duhet kjo pjesë e polimerizimit dhe kondensimit se si mund të formohet plastika. Por ndërpërbërës të tjerë apo aditiv të plastikës janë stabilizuesit. Kundër degradimit nga dielli, janë zbutësit, që janë ftalatet. Për ta bërë pra në përbërje të saj, çfarë vendoset? Në përbërje të plastikës ja shikojeti. Kjo plastika është lehtësisht e përthyeshme. Pra, është lehtësisht, nuk ka shumë fortësi. Pra, ata që eliminojnë fortësinë, fillerat, që eliminojnë, që janë shtuesit ose aditivët e plastikës për të rritur rezistencën, pra për të rritur rezistencën në kohë, për të ulur fortësinë dhe për ta bërë më të butë atë. Ngjyra që jepet, ky bidoni për shembull ka ngjyrë blu, ngjyra që jepet plastikës, dhe gjithashtu edhe ato që janë rezistente ndaj flakës, pra
plastika është rezistente ndaj flakës, nuk është si puna e letrës që merr flak për një herë, por do një kohë që të marri flak edhe të shkri plastika. Dhe nëse ju e përdorni, për shembull, nëse doni që ta provoni dhe shikoni se çfarë arome të pa dëshiruar çliron kur ndjekni gjithkusht nga ne dhe kur kemi qenë fëmijë për shkak të kurreshtjes që kemi pasur, kemi djegur plastik dhe kemi vënë re se sa erë e rënd vjen në djegjen e plastikës. Tani, e morëm vesh që burimi kryesor i saj është 99% e plastikës prodhohet nga produktet e nxjerra nga nafta, gazi natyror dhe nga qymyri. Ndërto sash është polietileni që ndodhet te plastika, tek shishet dhe amballazhimet e ndryshme. Ndërkohë që polikarbonati ndodhet tek sidit e ndryshme, tani koha e sidive ka ikur, e kaskave mbajtëse dhe pajisjeve optike. Pajisjeve optike, po të shikoni ju, kam syze për shembull dhe nëse unë e prek, nuk ka tingëllimën e xhamit ose ndryshe të qelçit. Xhamit që jeni mësuar ta themi në zhargonin e përditshëm. Shiko çfarë tingëllime ka qelçi? Shiko çfarë tingëllime ka. Pra, edhe nëse unë i heq, pra, dhe këto bie në tokë, këto syze nuk thyen. Unë ka maman time prej vitesh me syze dhe ajo është një fanatike e ruajtjes së gjithçkaje nga e kaluar e saj, kështu që ajo ka 2 palë syze, qelçi të vërteta, dhe në kohën e saj kur unë e kam pyetur, më ka thënë që në momentin që ka vendosur syzet dhe derisa ka ardhur pjesa pas viteve 2000, nuk ka pasur kur dhe asnjëherë ndryshim syri, të numrit të syrit. Ndërkohë që unë në disa vite rresht kam pasur ndryshim të numrit të syrit. Pse? Sepse plastika nuk e ka, pra fizikisht, duke qenë se kam bërë pjesë fizike në shkollën time, nuk e ka rezolucionin kaq të lartë se ç'mund ta ketë qelçi. Plastika nuk e ka. Kështu që kjo është një nga arsyet kryesore. Gjithashtu, këshillat që unë kam përgatitur për nënat është kimikatet e rrezikshme që gjenden në plastik janë bisfenolet ose ato që unë shkruajta që keni lexuar që quhet Free PBA, të cilat këto unë e përmenda janë në momentin kur ato bashkohen me çdo lloj përbërësi që keni brenda në plastik, ato ndikojnë në sistemin hormonal duke shkaktuar probleme riprodhuese, çrregullime të zhvillimit dhe disa lloje kanceri. Janë dhe PFAS, që quhen ndryshe kimikate rezistence, shumë të rezistente dhe duan vite të tëra që të biodegradohen. Pra, unë i kam emërtuar këtu aty u bëj share ekranit. Këtu janë disa, sepse nuk dua t'ju lodh kokën me pjesën e kimisë, sepse është e vështirë dhe kjo gjë nuk dua t'ju bëhet shumë boring. Gjithashtu, ju duhet që të keni kujdes nga disa mënyra të zvendësimit të plastikës me materiale siç e thash qelçi ose inoksi. Gjithashtu duhet të shikoni mirë etiketimin, janë disa plastika e licencuar nga Komuniteti Evropian, numër 2, numër 5 dhe numër 4, konsiderohen pra në simbolin e riciklimit, duhet a kenë atë lloj simboli. Po shikoj një shishe ujë, nëse kjo shishe e ujit këtu që kam unë, e ka. Pra, e ka këtë simbolin e riciklimit, e ka këtu, në ndër simbolin e riciklimit, dhe gjithashtu duhet me patjetër përveç simbolit të riciklimit që i ka, të ketë edhe një numrin 2, numrin 4 dhe numrin 5. Duhet gjithashtu që ta lexoni me kujdes etiketën e të shikoni nëse plastika e përdorur është free PBA, siç u përmenda, bisfenolet,
Mund ta zvendçoni me materiale shelqi, shelik ose qeramike në vend të plastikës. Zgjidhni shishe ujë ka vendosur dhe enë për ruajtjen e ushqimit prej materialesh alternative. Për nënat të cilat edhe unë, duke qenë një nën që kam pasur probleme me djalin tim në zgjidhjen e biberonit, për nënat që nuk janë gjithënse, që e kanë këtë problem dhe këtë risk në të njëjtën kohë, sepse mund t'i hedhin dhe i hedhin dhe ajo është një fragment sekondi që ti nuk e ke vëmendje për ta kapur biberonin që fëmia jot hez, dhe mund të kërcet, mund të ketë probleme pra për qelçin, duke varet shumë nga pjesa e karakterit të gjithë secilit nga fëmijët, sepse jo çdo fëmijë ka të njëjtin temperament, kështu që duke parë dhe dy fëmijët e mi, shumë vajza ka qenë më i qetë në lidhje me mbajtjen e biberonit, ruajtjen e tij, nuk ka qenë si djali. Djali është më tepër i zhdërvjell në këtë aspekt, kështu që un kam zgjedh dhe siç e vendosa edhe në linkun tim në Instagram, edhe në storyn tim, kam zgjedhur të keqja më të mirë të mundshme që jo vetëm të zgjedh plastikën më të mirë në këto që unë përmenda, por gjithashtu të zgjedh si kristiana që të mos i përdor shumë. Pra, do thash edhe një herë, nëse ruhen çdo lloj përbërësi që gjendet në plastik, nëse ruhen për një kohë shumë të gjatë, do biodegradohen dhe do mbajnë një erë shumë të keqe dhe të gjitha përbërësit që janë brenda këtij uji, se morëm rastin e ujit, do të jenë shumë të dëmshëm për organizmin nëse pihet. E njëjta gjë ndodh edhe me ushqimin. Asnjëherë mos bëni gabime të tipit që të ngroni me anë të një, pra të vendosni ushqimin në një enë plastike dhe t'ja ngroni fëmijës në mikroonde dhe t'ja jepni. Po ashtu edhe qumshtin, po ashtu edhe përbërje të tjera. Kujdes me këtë gjë. Me pjesën e ruajtjes së materialeve, mundet i ruani qoftë edhe mbajtëset mund t'i mbani prej inoksi ose prej qershi, gjithashtu edhe gotën e ujit mund t'ja ofroni prej inoksi, që mos të keni frikën që edhe kur e hes, ai të mos pyet dhe të mos krijoj pastaj probleme akoma më të rënda, sepse në një moment mund të kërcet dhe mund të jetë aq shumë e ciflosur sa që një prej ciflave mund të kaloj me ushqimin dhe mund të bëj problem shumë të madh për fëmijën tuaj. Kështu që ne si prindër kemi në dorë sigurinë e fëmijëve tanë dhe kemi në dorë të zgjedhim burime alternative, të zgjedhim të keqja më të mirë të mundshme, them unë gjithmonë, në këtë botë kaq të madhe që na gjithmonë na drejton drejt zgjedhjeve me sa më shumë kimikate. Kështu që shmangni sa më shumë kimikatet, gjithashtu si një këshill si një nën, do t'ju rekomandoja që çdo lloj pomade, çdo lloj kremi, çdo lloj banjë që t'i bëni fëmijës tuaj, përdorni sa më shumë produkte natyrale. Shmangni nga ambientet tuaja produkte të cilat farmaceutike që përmbajnë parabene, të cilat janë shumë të dëmshme për oksidet të ndryshme, oksidet e hekurit, oksidet e magnezit, cilat janë shumë të dëmshme për lëkurën e bebit. Mos u tundoni nga reklamat e fuqishme që ju bëhen në rrjetet sociale. Po të kujtojmë në të kaluarën tonë gjyshet apo akoma më shumë sër gjyshet tona, çdo gjë është kuruar në mënyrë natyrale dhe shumica e njerëzve edhe në botë që ne jetojmë kanë gjetur kurat dhe shërimit nga produktet natyrale, produktet që vetë natyra i ofron, që janë të pastra, produktet të cilat nuk kanë kimikate të shtuara në mënyrë industriale për shitje komerciale. Kështu që bëni më të mirën e vetes tuaj. Unë, duke qenë se jemi në prag të ardhjes së stinës së verës, kam vendosur të krijoj një krem dielli që do t'i vinë në ndihmë të gjithë fëmijëve me përbërës 100% natyral, por për dërgesat në Shqipëri, duke qenë se janë shumë të pakta, unë e kam sasinë shumë të kufizuar, duke i tregtuar edhe nëpërmjet Amazonit, edhe në vendin në të cilin unë jetoj, kështu që për ata që janë të interesuar mund të shkruajnë në koment, dhe përveç kësaj, për gocat të cilat janë të interesuara, që pëlqejnë shumë make-upin, unë nuk jam një make-up artist e mirë për të bërë make-up, sepse nuk
pjan, nuk është pika ime e fortë kjo pjesë. Kam vendosur të bëj bronzer, ndërkohë që kam bërë një gel për vetullat natyral, edhe një maskarë që shuhet këtu ose një rimel për sherpikët 100% natyral. Kështu që kushdo që është interesuar mundet të shkruaj këtu poshtë, unë do të vendos linkun tim të Instagramit, gjithashtu keni dhe linkun e platformave të mia për të kontaktuar për çfarë do lloj pyetje apo paqartësie që mund të keni. Në vazhdimsi do doja edhe komente se çfarë video dëshironi që unë të zhvilloj në të ardhmen e shpejt për t'ju ardhur sa do pak në ndihmë me ato informacione të cilat unë kam e diplomuar si inxhiniere kimiste në profesionin tim të parë dhe në profesionin e dytë kam bërë shkollën të këtu ku unë jetoj në Spanjë, quhet shkolla zhvillim integracion social e desarrollo personal, kështu që ju mund të më kontaktoni për çfarë lloj informacioni që mund të dëshironi për të marrë dhe për më të mirën e fëmijëve tuaj, jeni ju që vendosni dhe askush tjetër. Jeni ju përgjegjës për më të mirën që mund t'i ofroni fëmijëve tuaj. Zgjidhni më të mirën e tyre në një botë të pafundme alternativash. Ju uroj më të mirat dhe jam shumë me fat për gjithë ata ndjekës që kam dhe për gjithë ata të rinj që do të vinë, sepse jam e sigurt që do të vinë, për të patur qoftë edhe në live persona të cilët duan të diskutojnë, të cilët duan të ndajnë një mendim me mua dhe një këshill, pse jo, jam të mirëpritur edhe për live. Miru pafshim, do të dëgjohemi sërish.